Është mbushur vazhdimisht me automjete në pritje të një blerësi. Zona përreth stadiumit Dinamo ishte në objektivin e policisë bashkiake për të liruar hapësirat publike. Kuadrin e një plani masë është ndërmarrë nga policia bashkiake. Jemi sot këtu tek stadium Dinamo për të liruar këto hapësira publike të zënë nga këto makina që kanë krijuar një treg të paligjshëm. Ky aksion do vazhdojë gjatë gjithë kohës deri në eliminimin e plotë të këtyre mjeteve. Jo vetëm këtu, por në çdo rrugë të Tiranës ku evidentohen makina me tabel shitet që zaptojnë hapësirat publike të parkingeve që janë të nevojshme për qytetarë të tjerë. Drejtuesit e policisë bashkiake tregojnë se do të vazhdojnë punën për lirimin e hapësirave publike të kryeqytetit. Sipas tyre, subjektet që do të shkelin ligjin dhe zaptojnë hapësirën publike do të përballen me sanksione, nga gjoba deri në konfiskim të automjeteve.